ngjarjen se gjyshi ka akuzuar seksualisht mendese. Ju jeni babai Po, i vajzës. po. E gjitha kjo, si përkthehet për ju? Dhe përshëndetje në radhë parë, faleminderit edhe për prezencën tuaj, se kjo është një ndihmës jashtë e madhe për sqarimin e opinionit publik, që t'i qartësojmë disa gjëra. Imat akuzohet për vepër të turpshme, është një shok shumë i rëndë, sepse unë të gjitha mund t'i prisja, por të kjo nuk e mendoja kur. Aq më tepër për këtë rast, sepse mos të them për deklarat, do më thënë që të mbrojt Imat, po mjafton të pyesni këtë donin në fshatin, do më thënë se si e kam mbajtur Imat vajzën time, që unë ja kam lënë në kujdestari, sepse vajzën unë e kam marrë prej 6 muajshe, që e jema e braktisi, dhe për mos ta çuar në jetimore, unë e kam marrë nën kujdestarin time, në bashkëpunim me prindrit, duke i thënë që kështu është situata, si do veprojmë, me kushtet vështira që si jam rritur unë në familjen time, bashkë me motrën time, me familjen, me prindrit, me vështirësitë ekonomike, mua prindrit më kanë dalë krah që të dy. Më kanë thënë që sot, që prej 6 vitesh të themi, se vajza në datën 5 korrik bën 6 vjeç, më kanë thënë që sot na e sjellësh vajzën këtu. Edhe kushtet ekonomike, ndihmësa të tjera nuk kam pasur, do më thënë, edhe i kam thënë prindrëve që atëre vajza vërtet është e imja, por sot e tutje kjo është e juaja. Kontributi im do jetë në vlerë monetare, por në mungesë të prezencës, sepse do më detyrohem që të largohem, të punoj, ku nuk kam qenë në Kroaci, në Malzi, në Gjermani, punoj në ndërtim. Si profesion kam hekur kthys, por në ndërtim mjafton që punoj edhe nuk e them punës jo, vetëm që ti përgjigjem familjes. Ditën që ndodhi ngjarja, sipas të themit Atëherë unë kam qenë në Saran. Më merr ish bashkëtuesja, e ema e vajzës, më thotë që kam ardhur në fshat, edhe duhet të takoj vajzën. Atëherë i them prit që të marr babin në telefon, edhe ta nxjerrë ai te shtëpia tezës që ka aty në fshat. Edhe bie dakord. Më vonë si largohet Imat, ajo më merr përsëri në telefon edhe thotë që duhet ta mbaj unë sot, se nesër do largohem. Ka mundësi? Edhe unë i them, vetëm po i deshi qefi Marianës, se ka tentuar edhe herë të tjera, ka ndajtur sa ka ndajtur vajza në mes të natës, pastaj është ngritur në gjumi, ka qarë, ka thënë, dua ladin. Është detyruar Imat që ta marrin mes natës me motor, ta marrin në shtëpi, sepse ka prej 2 vite gjysmë që kur unë çoj vajzën në kopësh, lidhjen më të madhe vajza ime e ka me Imat se sa me nënën time. Edhe mua e di që jam babai, por afrimitetin që ajo ka me atë nuk ka shans që ta ketë as me mua dhe as me një njeri tjetër. Atëherë pse mendoni se gjitha kjo mund të jetë një situatë e stisur? Atëherë, patjetër që është e kurdisur dhe e kurdisur shumë mirë, sepse po atë natë ish zonja ma mori vajzën pa dini, e çoj në firë në hotel. Dhe në ato moment ajo ka bërë video skenime, duke pyetur vajzën me skenime më të ndryshme, edhe duke e sajuar që të gacmon gjyshi, edhe vajza përgjigjet po. Po gacmimet që i bën ai, nuk e di në quhen gacmime, ta fërkosh vajzën në kurrizi edhe ta ngresh në krah e ta puthësh. Tani nuk e di se si quhet kjo ngacmime, apo edhe mua do më quhet ta gacmoj vajzën time që e ngre në krah, e puthe, kafshoj në barku, në kurrizi. Kështu që unë jam shumë i shokuar, më tepër për opinionin publik, se edhe Imat, unë më tepër i trem me mënyrë se si po e përjeton ai atje, edhe vajza ime sepse kam 2 net që po e gënjej që do vi ladi,
se vajza më ngrihet natën e gjumi, qanë edhe po më brethun kam video, mbreme kam filmuar që dua ladin edhe po shku lesht e kokës. Dhe s'mundem si ta gënjej me, se di them do ta marr ladin, do vi ladin nesër o nena, edhe vajza është jashtë mase e prekur, siç u thash se lidhjen që kanë ata të dy është zor që ta gjesh. Cili do t'ishte apeli juaj për organet e drejtësisë? Unë i them drejtësisë, hetojeni mirë këtë çështje, sepse jam 1000% i bindur që kjo është inskenim në mënyrë që ish zonja të më marri kujdesarinë e vajzës, edhe nëse ma merr kujdesarinë e vajzës, atëherë dihet që përfiton e vlera monetare. Tani, që të flas, të ofendoj, nuk më takon sepse bëhet fjalë për nënën e vajzës time. Por nëse doni ta dini dhe ju si media, se për këtë person kemi të bëjmë fjalë, mjafton të drejtoheni drejtorisë së policisë së Fierit, edhe keni dosje me të dhëna nga më të ndryshmet, për të mua më falin familjarët e saj, ata e din shumë mirë se kush është. Familjarët ish bashkë. Prej sa ne jemi ndarë bashk, ajo edhe sot në familje, me sa di unë, nuk kam me kontakte. Unë sot i ruaj kontaktet me prindrit e saj, sepse më pyesin si e kemi mbesën. Sa herë që ata dëshirojnë, unë u nxjerr në telefon me kamerë. Atëherë, ata si e kanë pritur këtë lajm? Keni kontaktuar? Mua, po, kam kontaktuar me Izvjerri, edhe i kam thënë që Ana ma ka marrë vajzën, pa të drejtë, edhe ka ngritur akuzë kundër Ladit, Timati, kështu. Edhe më thot, mere policin, i thuaj vajza është e imja me vendim gjykate, e dua vajzën në shtëpi, dhe që të mbyllet kjo çështje sepse është një çështje shumë delikate dhe e ulët, por që nuk i takon, do me thënë këtij të rastit tim, do me thënë, si që thash që nuk mjafton vetëm ta bëj unë si deklarat që të mbroj Timat, por niseni prej qafës Kosovicës, e dini në kafaraj edhe do të thonë se kush është Ladi edhe marrëdhënien e tyre. Do me thënë, aq e madhe sa që më vjen shumë rënd, jam shumë i shokuar sepse nuk i takon në rastit tim.